Mirë, kemi kaluar në akuzë, ndërkohë na sill pakuin, Lajthiza, se është shumë i rëndësishëm për ne dhe nuk e lëm dot mikën tonë, që ka ardhur të bëjë 2 akuza sot. Po, 2 akuza. Po. Në fakt, sot jam për të bërë 2 akuzat të cilat i lidh drejt për drejt me moshën e tretë. A jemi të vërtet? Në Shqipëri sot ka më shumë moshë të tretë se të rinj dhe a i ka qelluar kujt në Tiranë të mos shoh pensionistë që rrinë me orë të tëra, me ditë të tëra për të prerë abone. Shumë e saktë. Pra ti e ke në qendër të Tiranës, në ditë me shi, në ditë me diell, pa të ftohtë, pa në pluhur aty, makina që kalojnë e bien borive, e ulërima të tëra, ti ke pensionistë, të cilët rrinë me orë të tëra për të prerë një abone. Domethënë, kanë punuar një jetë të tërë. Sot janë në kushte varfërie se po presin abonen dhe duhet të rrinë të denigrohen në atë pikë aty në mes të ditës pas dhe një lloj standardi realisht është keqardhje. Dhe reagimi im është po si vajza 2 pensionistëve, edhe si personi që... Pse nuk reagojnë ndryshe ata? Mos shkojnë fare te ato kutitë e votimit të parët. Mos shkojnë fare. Shiko, pensionistët... Si që trajtojnë, leta trajtojnë njërë këtë politikën, se kjo është sjellja e politikës, Suele Dashur. Një sekond, patjetër. Është sjellja e tyre. E kuptoj, po pensionistët sot janë, e para janë pa fuqi zëri, e dyta, prindrit shqiptar janë ata që janë mësuar të sakrifikojnë gjithë jetën. Dhe e shohin edhe këtë si model po prap sakrifice. Pra shpesh herë kanë këtë lloj ankese, pastaj thonë, po hëse fëmija këto, domethënë mundohen ta shërojnë shpirtin e tyre me disa gjëra të vogla, pa kuptuar që jeta e tyre është në ditët e fundit. As karma e këtyre pensionistëve nuk i zë ata. Po i zënt. Pra ideja është që ata janë në ditët e fundit të jetës së tyre, se kështu janë, edhe prap mendojnë për fëmijët. Pra sa ke pensionistë sot që prap edhe atë pensionin që kanë e ndajnë me nipin, e ndajnë me mbesën. Ndoshta e çojnë dhe fëmijëve jashtë Shqipërisë janë madh. Domethënë, si su mendua, ose pse nuk mendohet, një rrugëzgjidhje shumë e thjeshtë për këtë pensionistë. Mora ajo libreza e pensionit nuk bën të shërbejë si abone. Pra nuk pse duhet shkojnë ta çdo muaj të presin këtë lloj aboneje. A nuk mundet ta kenë, po themi, të programuar bashkë me pensionin? Pse duhet të kenë diçka ekstra? Shiko, unë e kuptoj që patjetër pensionistët kanë nevojë të kenë një arsye të dalin nga shtëpia. Po jo të shkojnë të presin radhën abone. Mund të kenë një alternativë tjetër. Shiko, kjo më vjen keq, kjo është e turpshme. Është e turpshme. Ju qindra punonjës të bashkisë atje, keni mend në kokë apo s'keni mend? Ore na rropët na lekët, ore na grit na lekët. Po mendoni për këta njerëz, se do përfundoni gjithë burgjët, ju kapja karma që folëm të emisioni parë. Dëgjuat, kaq po i them. Zgjidhini problemin e pensionit. Urgjent. Akuza e dytë. Minimumi është do plaken. Do nëse kanë fat do plaken. Jo, ata kanë marrë lek, ikin bëjnë pushime a shtetit se marrin lekët tona. Ikin bëjnë foto, karshillëk. E kupton? U vodhëm dhe s'na bët dot gjë. Ja, kjo është ajo që ka ndodhur me Bashkinë e Tiranës dhe me shumë bashki tjera. Tu isha ka karma ka punë pastaj. Po, ka punë karma me këta. Një problem i dytë, se ne bashkë rrim gjatë pasaj përsa i përket problemeve, dhe po prapë edhe këtë e lidh me pensionistët, po e lidh me çdo qytetar të Tiranës. A ju ka qelluar, ose sa herë në ditë ju bie juve për hise, që të dëgjoni nga këto zhurmat e tmerrshme, që të kalon një motor picash, një motor, ku dëgjon nga këto që bëjnë delivery në për shtëpia, domethënë që ai kalon atë zhurmë, domethënë ajo ti tundesh, sikur bie tërmet, domethënë kalon ajo zhurma, dhe ai nuk pyet, është ora 12 e natës, është ora 2 e natës, është ora 5 e mëngjesit, nuk pyet fare, zero, domethënë ai nuk do t'ia di këta persona, që në këto pallate ka njerëz që flen, ka bebe që flen, ka nëna të sëmura, ka pleshë të sëmurë, por si nuk do t'ia di, domethënë makina që lëshojnë bomba mbrapa, granata. Jo, dikush është shqetësues se këtu kemi. E para, këta persona që janë të papërgjegjshëm. Gjithë atyre janë indian, në Indijek. E ke parasysh si ecin ti? Po janë Shqipëri tash të lutem. Ja mos e ke edhe shqiptar një pjesë të mirë. Por rregullat i bën shteti, nuk i bën indiani që vjen punësor. Motorët madh kjo gjë, domethënë, ai i kalon policia aty te hundët ai. S'reagon policia, por i mor pastaj me monopatinat. Monopatinat pak të zbën dëzhurm, gjysma e të keqes. Edhe një herë të akuzën te kamera? E kam shumë të rëndësishme këtë. Pra, policia shikon që ai kalon me zhurmë të madhe. A bëhet një certifikim për këta? A kontrollojnë këto biznese që lëshojnë këto patenta dhe këto licenca dhe këto lloj kontrolli? Ora, a e kuptoni zhurmën dhe në këtë nivel stresi që kemi në shoqëri? Shtohet edhe kjo zhurma dhe pastaj themi pse popullin e kemi agresiv? Pse populli sulmon njërin? Po ja ku i ke pra gjitha zhurmat. Dhe kjo patjetër që rëndon cilësinë e jetës së cilit prej nesh. Pra ato zhurmat e frikshme që të vinë nga ato motorrat, që kur i shef janë motorra kështu 5 lekësha, po që ka një shumë ata që janë 50 lekësh. Ato makinat e luksit. Jo, pse ana tjetër është makinat e luksit, që janë të dalim andene të dëgjojmë çik monologun e Erion Kristos. Aman na hiqni zhurmat. Po, edhe ne ju lutemi shumë. Unë dhe Suela do dalim andej do dëgjojmë monologun tonë.